Lind fëmia i parë, jeton 1 muaj e gjysmë dhe vdes. Në një vdekje të papritur. Isha dhimbje për familjen, një djalë, 1 muaj e gjysmë, ta sjellësh në shtëpi, ta ushqesh, ta përpiqesh ta rrisësh, ja për gjithçka dhe vdes. Kur mamaja ime është shtatzan për herë të dytë, shkon për të lind fëmijën në maternitet. Dhe lind fëmijën, një djalë, fëmia e dytë që lind, dhe e sjellin thot mamaja, e ushqej, me gji e marrin prap, e çojnë tek zoma që mbanin fëmijët. Dhe unë thot kisha ripin në dorën time me numrin e bebit që i lidh dhe një rip tek këmbë ose tek dora që mos katrojnë fëmijët, pra një rip identifikimi. Atë mbrëmje thot në maternitet, të gjithë fëmijët që ishin lindur atë ditë u deklaruan të vdekur. Kjo është për të investiguar tani. Pse çka ka ndodhur? Ishin rreth 12-13 fëmijë. Dhe unë thot dëgjoja që filan numër ndroi jetë. Numri tjetër, filan numër tjetër ndroi jetë, numri tjetër ndroi jetë. Dhe të gjithë fëmijët që lindën atë ditë në maternitet i deklarojnë të vdekur. Asnjëri nuk e mori vesh. Çfarë viti bëhet fjalë? Mos gaboj, duhet të ketë qenë diku viti 71. Mendoj 71-72. Diku e kam dëgjuar edhe herë tjetër këtë histori. Tani kjo është një histori e familjes sonë. E familjes, po. Dhe nuk e lejuan mamam time që të merrte trupin e bebit vogël për ta varrosur. Kjo pastaj bën dhe jo vetëm mamam time, por gjithë gratë, zonjat e tjera që ishin lind fëmijë atë ditë në maternitet. Kjo ngre tani pikpyetje të tjera, sepse normalisht tek varrezat e Sharrës ose të Tufinës ekziston një sektor në varreza që është sektori i bebeve të vogla që vdesin, nuk ja dalin dot, edhe janë varret e vogla të bebeve ose të fëmijëve të vegjël. Pra nuk ishte një varr për këtë beb. Nuk e morëm dot me vete. Nuk e di ma i mori shteti dhe i çoi diku, u kujdes për ta, i trajnoi, i serviti, i çoi në Rusi apo në Kubë apo diku tjetër, nuk e dim. Mos është për trafik organesh atëherë apo s'ka ekzistuar? Në ato kohë. Ka ide, po nuk du ta vendosim bisedën në konspiracion. Ka ide të qelizave staminale që mund të jenë përdorur të këtyre foshnjave për udhëheqjen. Po ka ide edhe për gjakun e këtyre bebeve që mund të jetë përdorur për udhëheqjen. Ne nuk e dim këtë gjë. Tani ky ishte rasti i dytë, pra djali i dytë në familje që lind dhe nuk jeton, madje nuk e marrin dot as të vdekur. Atëherë në shtatzaninë e tretë, kur mamaja është 7 muajshe, duhet i bëjnë një ndërprerje shtatzanie detyruar sepse rrezikonte jetën e saj. Edhe kur e nxjerrin bebin e vogël coptuar për shkak të abortit detyruar që i bëjnë, shikojnë që ishte një beb tjetër djalë. Pra 3 djem lindin në familjen tonë, vinë pra, ishte një përpjekje për jetën, por vdekja duhet që i rrëmbeu në krahët e saj. Atëherë thoma gjyshimi, i cili më zbuloi të vërtetat e mëdha të ekzistencës së Zotit, ungjillit e tjerë, tha: nëse nusja jon do të ngeli shtatzan prap, edhe do të lini një djalë, atëherë emrin e tij do ta vendosim Akil, që të mos vdesë kurrë. Kjo është edhe historia e emrit tim. Shumë e bukur, se e kisha një pyetje. Do ta quajmë Akil që të mos vdesë kurrë. Po Akili ishte edhe një thembër. Po gjithë kemi këtë themrën dhe këtë dobësinë, e mbartim me veten. Pra, thënë gjitha këto që thash, u rrita në familje si ujë pagët.